Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja e lavdërimit i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë së bashku me ciklin e emisioneve të ecëshëm në gjurmët profetike dhe kemi ndaluar këtë tema e sinqeritetit, pra al-ikhlas au an-niyya, pra qëllimeve dhe objektivave. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin Kerim: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din", dhe ata nuk u urdhëruan për tjetër vetëm që ta adhurojnë Zotin një vetëm ose t'ia përkushtojnë besimin dhe fen vetëm Allahut Azza wa Jall. Ka dashur autori që ta nisim me këtë ajet kuranor për treguar se origjina e gjitha adhurimeve dhe çka kanë pasur popujt përpara nesh ka qenë e njëjta gjë që i ka ardhur Muhamedit alayhi salatu wassalam, pra që i gjithë përkushtimi dhe adhurimi ti përkushtohet vetëm Zotit subhanahu wa taala. Prandaj besimtari dhe besimtarja duhet ketë qëllim vetvete të arrijë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe jo kënaqësinë e njerëzve apo qëllimet caktuara që kanë jetën e tij. Në hadithin e Umar bin Khattabit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "E kam dëgjuar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat aw bi riwayatin binniyya", me të vërtetë veprat janë sipas qëllimit, wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe çdo njeri do të ketë të arrijë atë që ka për qëllim. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi, dhe kush e ka hijretin e tij, emigrimin e tij për hir të Allahut dhe dërguarit të tij, fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, atëherë hijreti dhe emigrimi i tij do të jetë për hir të Zotit dhe dërguarit të tij. O men kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilay, dhe kush e ka qëllimin e tij, pra hijretin e tij, emigrimin e tij për shkak të dunjas apo të martohet me një grua, atëherë ai do të arrijë atë që ka pasur për qëllim. Në këtë ajet pejgamberi në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që veprat janë sipas qëllimeve. Çfarë ka për qëllim njeriu apo ka objektiv, ai atë do të arrijë. Prandaj neve si besimtar, në sjelljet dhe veprat tona duhet jemi të kujdesshëm, për të arritur qëllimet tona dhe veprat tona. Dhe të jenë ato të përkushtuara vetëm ndaj Zotit subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Buhariut që transmeton Imam Muslimi, thotë: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul", kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun yustushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu." Pra një nga njerëzit që do të gjykohet në fillim të parë nga të parët në ditën e gjykimit është një person që ka rënë dëshmor. Do t'i paraqiten atij veprat dhe punët e tij. E do t'i thuhet: "A janë këto veprat e tua?" Do thotë: "Po, këto janë mirësitë dhe veprat e mia." Dhe do t'i thotë Allahu Azza wa Jall, do të pyetë: "Çfarë ke bërë me to?" Pra çfarë ke bërë me këto vepra? Thotë: "Fa qataltu fika hatta ustushhidtu." O Zot, unë kam luftuar në rrugën tënde derisa rash dëshmor. I thotë Allahu Azza wa Jall: "Qad kadhabta", ke gënjur, "walakinaka qatalta lian yuqala jari'un." Ti ke luftuar dhe ke rënë dëshmor për të thënë që ti je trim, je guximtar. Faqad qila, i thuhet, pra çfarë i thuhet? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, dhe më pas urdhërohet të hidhet, të tërhiqet zvarri nga fytyra e tij dhe të hidhet pra në zjarrin e xhenemit. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, dhe më pas do të vihet me një person tjetër i cili e ka mësuar diturinë, e ka lexuar Kur'anin, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dhe më pas vihet me të dhe i paraqiten atij punët e tij, veprat e tij, i paraqiten atij punët e tij dhe veprat e tij dhe i thuhet: "A i njeh këto vepra, këto punë?" Thot: "Po, i njoh ato." Dhe thot: "Ta'allamtu", kam mësuar o Zoti im dhe ka lexuar Kur'an për hir tënd. I thuhet: "Qad kadhabta", ke gënjur, "walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqalu laka 'alimun", tashmë ti ke mësuar që të thonë për ty se je dietar, apo qara'tu al-Qur'ana yuqalu laka anta qari'un, apo e ke lexuar Kur'anin sa që të thonë për ty që ti je një lexues i mirë. Faqad qil ma qil, pra u thuhet ajo çka i thuhet. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, dhe më pas merret zvarr me fytyrën e tij dhe hidhet në zjarrin e xhenemit.
Wa rajulun wasa Allahu alayhi wa atahu min asnaf al-mali kulli. Dhe më pas vjen me një person të cilën Zoti ka dhënë nga të gjitha të mirat, pra nga pasuria dhe shumë gjëra në këtë botë. Fa utiya bihi fa arrafa ni'ama fa arrafa, dhe i paraqitën atij mirësitë dhe punët e tij dhe i njeh ato. Dhe i thot, çfarë ke punuar? Madha alimta fiha? Pra çfarë ke punuar? فقال ما تركت من سبيل تحب أو ينفق في أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. O Zot, nuk ka qenë ndonjë diçka apo në një rrugë që ti ke dashur shpenzoj në të dhe ka shpenzuar atë pasurinë time për çfarë? Për hirin tënd, pra për të kënaqur ty. Dhe i thuhet, ke gënjur. Walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawadun, ti e ke bërë një vepër tillë për treguar se joja ti e bujar, pra njerëzit thon për ty që ti e bujar. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar, dhe më pas merret, urdhërohet, pra dhe merret dhe triqet zvarr me fytyrë dhe hirët zjarrin e xhenemit. Pra në këto hadithe tregohet që besimtari duhet të jetë shumë i sinqert në veprat e tij, në qëllimet e tij, në objektivat e tij, ai duhet të arrijë vetëm kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër an ibn Abi Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu thot annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ai ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot, thalathatun uqsimu alayhinna wa hadithukum hadithan fahfadhu. Tre gjëra betohem në Allah në to, do t'ju flas pra këtë hadith profetit, prandaj ruajeni, mësojeni ato. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin, nuk pakësohet pasuria e robit për shkak të sadakas që ai jep. Wala dhulima 'abdun madhlamatan fasabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan, dhe nuk është dikush që është bërë padrejtësi dhe duron për padrejtësinë që është bërë, vetëm se Zoti subhanahu wa taala do t'i shtojë atij krenarin. Wala fataha 'abdun babun mas'alatin illa fataha Allahu 'alayhi babu faqrin, dhe nuk është dikush që kërkon lyp tek njerëzit, vetëm se Allahu subhanahu wa taala çfarë do t'i hapi atij dyert e fukarallakut. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhu, do t'ju them një hadith profetit alayhis salam, prandaj ruajeni atë, mësojeni mirë atë. Qala innama ad-dunya arba'atu nafarin, innama ad-dunya li arba'ati nafarin, me të vërtetë kjo dunja është për 4 persona. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, ai njeri i cili Zoti i ka dhënë atij pasuri dhe dituri, fa huwa yattaqi fihi rabbahu, dhe ai me këto gjëra i friksohet Zotit të tij. Wa yasilu fihi rahimahu, dhe i ruan marrëdhëniet farefisnore me to. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dhe një të drejtat që ka ndaj Zotit të tij. Fa hadha fi afdal al-manazil, ky njeri do të jetë në pozitat më të larta tek Zoti subhanahu wa taala. Wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan, dhe një njeri i cili Zoti ka dhënë atij dituri, por nuk i ka dhënë atij pasuri. Fa huwa sadiqun niyya, dhe ky është i sinqert në qëllimet dhe objektivat e tij. Yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan, sikur unë kisha pasuri, do të veproja se ai pari i cili kishte dituri dhe pasuri dhe shpenzoi atë në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Fa huwa bi niyyatihi fa ajrahu ma sawa, dhe kështu ai me qëllimin e tij të sinqert, pra i cili do të vepronte si personi përpara tij, pra ai çfarë është i sinqert, thot Allahu azza wa jall, do të ketë shpërblimin si personi që ishte përpara tij. Wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi, dhe ai person të cilit Zoti subhanahu wa taala i ka dhënë atij, pra çfarë i ka dhënë atij, pra nga pasuria, por ai e keq përdor atë, shpenzon atë në mënyrën e gabuar, bi ghairi ilmin, pa dituri, la yattaqi fihi rabbahu, nuk i friksohet Allahut azza wa jall, wala yasilu fihi rahimahu, dhe nuk i ruan lidhet farefisnore, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dhe nuk i njeh të drejtat e Zotit subhanahu wa taala, fa hadha bi akhbathi al-manazil, ky do të jetë në pozitat më të vështira. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, një njeri tjetër pra që Zoti nuk i ka dhënë atij as pasuri as dituri. Fa huwa yaqul, dhe ai thot, law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa, dhe një person tjetër që Zoti nuk i ka dhënë as pasuri as dituri, thot unë do të veproja si i pari, i cili shpërdoronte pasurinë dhe diturinë e tij, pra me niyetin e tij dhe qëllimin e tij, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të ketë njëjtin shpërblim, pra të njëjtin gjuna si ai person që ishte përpara tyre. Kështu që ne lutim Allahun subhanahu wa taala na ruaj gjuna dhe gabimet, dhe na bëj prej besimtarëve fisnik me lejen e Zotit subhanahu wa taala, që i ruajnë veprat dhe
besimin e tyre dhe adhurimet e tyre vetëm për Zotin subhanahu wa taala. Selam aleikum wa rahmatullah.